Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se së shpejti do të shpallet data e seancës së konstituimit të Kuvendit të Kosovës, gjithmonë duke respektuar afatet kushtetuese. Pas certifikimit të rezultatit elektoral, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi presidencën përmes një shkrese zyrtare. Pak më parë ka ardhur dhe shkresa zyrtare nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Presidencën e Republikës së Kosovës, ku na njoftojnë me rezultatet e zgjedhjeve të certifikuara, mënyrën se si ndohen ato ulse në Kuvendin e Republikës së Kosovës, siç e dini tani ka një afat prej 30 ditësh. Është një afat kushtetues, një afat ligjor i cili parashihet për thirrjen e seancës konstituive. Për momentin ekipa ime ligjore është duke analizuar se sa mund të ketë nevojë për kohë për përgatitje të kësaj seance në mënyrë që kur thirret seanca edhe të jetë e suksesshme, pra të jetë i suksesshëm konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Pra gjithçka do të bëhet brenda afatit kushtetues. Për momentin nuk mund t'ju jap një datë, sepse dua të jem saktë, mirë po shumë shpejt do ta kemi edhe datën. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidentja Vjosa Osmani në një afat prej 30 ditësh nga dita e certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve nga KQZ-ja, duhet të thërasë seancën e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Një ditë më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 9 shkurtit, ku Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 42.3%, Partia Demokratike e Kosovës 20.95%, Lidhja Demokratike e Kosovës 18.27%, Koalicioni AAK Nisma 7.06%.